On today's show, pay attention to the evidence. Një burr që ndodhej për gjueti në një zonë të izoluar, vuri re diçka të çuditshme brenda një grope në tokë dhe vendosi ta regjistrojë me kamerë. Fillimisht dukej sikur nuk ishte asgjë të pazakontë, por pas pak sekondash ndodhi diçka e frikshme. Nga brendësia e vrimës doli një figurë e errët dhe kërcënuese që filloi ta ndjekë. I pushtuar nga paniku, burri u kthye dhe nisi të vrapojë pa u ndalur, duke mos guxuar të shikonte më pas nga frika e asaj që e ndiqte. Hyrja e parë sotme vjen nga llogaria e TikTok, Heads to the Energy, e cila thot se motra e saj po rregullon një kabinë të vjetër diku në Oregon, por vazhdimisht ndërpritet nga qeni i saj, Kupa. Ai është vërtet frikacak. Për më tepër, djali i saj i vogël duket se nuk ndalon së foluri me dikë që nuk është as aty. Në klip shohim se përdoruesja filmon jashtë kabinës kur papritmas ndodh diçka vërtet shqetësuese. Problemi është se dera atje është shumë e ngurtë, si të gjitha të tjerat, kështu që nuk ka asgjë që të lëviz ose të bjerë mbi të. Nëse shikoni balkonin e sipërm, mund të shihni një lloj entiteti të errët duke shikuar nga lart drejt personit që po filmon para se të tërhiqet ngadalë përsëri brenda kabinës. Ndërsa përdoruesja vëzhgon me habi dhe tronditje të plot, shumë njerëz në komentet spekuluan se figura mund të jetë thjesht një perde që lëviz nga era. Megjithatë, në një video të dytë, përdoruesja kthehet në vend dhe duket se e përjashton këtë teori, duke treguar se në atë zonë nuk ka perde të varura, gjë që e bën klipin origjinal edhe më shqetësues. Më vonë ajo na tregon brendësinë e kabinës dhe shpjegon se një çift kishte jetuar atje dekada më parë. Burri më në fund vdiq dhe duket se të gjitha sendet e tij mbeten aty. Vendi duket i ngrirë në kohë. Nëse figura nuk ishte thjesht një rastësi apo një efekt optik, atëherë mund të ndodhë diçka e pashpjegueshme, qoftë energjia e mbetër e banorit të mëparshëm apo diçka krejtësisht tjetër. Atmosfera e përgjithshme, kombinimi i entitetit misterioz dhe heshtja e vendit të brendshëm të kabinës, krijon një ndjenjë të thellë të ankthit dhe pasigurisë që e bën të vështirë për çdo të mos ndihet i tronditur. Pamjet lën shikuesin të pyes nëse ajo që përshohin është reale apo thjesht një perceptim subjektiv, duke ruajtur misterin dhe tensionin gjatë gjithë kohës. Përdoruesi i Reddit Asserted Skirted thot se kamerat e aktivizuara nga lëvizja regjistruan diçka në mes të natës, por jo diçka që e kishte parë më parë. Vëzhgoni pjesën e poshtme të derës së garazhit. Diçka duket se rrëshqet poshtë saj, por ngjan me një hije. Ndoshta është një entitet hije i panjohur. Odangolodin po regjistronte një video të zakonshme për TikTok, duke ju përgjigjur komenteve rreth çmimit të shitjes së shtëpisë së tij, e cila ishte e njohur në lagje për aktivitetet e saj të vazhdueshme paranormale. Ndërsa ai shpjegonte para kameras detajet e pronës dhe përvojat e çuditshme që kishte përjetuar atje, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte pas tij, plotësisht jashtë dienisë së tij. Kamerat kapën praninë e një figure femërore të veshur me rroba të bardha tradicionale e ulur qetësisht në një karrige në sallon, sikur të ishte një banore tjetër e shtëpisë. Shfaqja ishte aq e qartë dhe detajuar sa dukej pothuajse e prekshme, por zgjati vetëm disa sekonda, përpara se të zhdukej plotësisht, duke lënë pas vete vetëm mister dhe frikë. Një grup peshkatarësh që po notonin ende gjatë perëndimit të diellit,
U habit shumë kur pan një shfaqje të pazakont në anën tjetër të lumit, që dukej si një top zjarri. Ata morën një teleskop për ta vëzhguar më mirë dhe pretenduan se ishte një figurë misterioze. Kur u regjistrua me kamerë, shfaqja dukej si një masë e ndritshme zjarri që lëvizte ngadalë dhe ndryshonte formë. Peshkatarët ndjenin një kombinim frike dhe kurioziteti, ndërsa përpiqeshin të kuptonin natyrën e saj. Ishte diçka që nuk mund të shpjegohej me mjetet normale të shikimit dhe as me përvojën e tyre të peshkimit. Drita e zjarrit shkëlqente mbi ujë, duke krijuar hije të çuditshme. Çdo lëvizje e saj dukej me qëllim, duke e bërë misterin edhe më të thellë, dhe peshkatarët mbetën të shtangur dhe të frikësuar. Kamerat e sigurisë të vitit 2021 kapën diçka që asnjë dëshmitar nuk priste ta shihte. Ishte ora 3 e mëngjesit, kur dy burra po pushonin në një pemë pranë një parkimi. Qetësia e natës u ndërpre kur njëri prej tyre, i veshur me një këmishë të kuqe, vuri re diçka të çuditshme në rrugë. Një motociklet po kalonte me shpejtësi normale, por pasagjeri i saj sfidonte çdo logjik. Një figurë mbështjell me copa të bardha, me kokën e varur përpara në një pozicion jo natyral, mbahej fort pas drejtuesit. Forma e saj nuk dukej njerëzore, por më tepër si një trup mortor që kishte marrë jetë në errësirë. Dëshmitari u mrit menjëherë, duke u përpjekur të kuptonte të pamundurën që sapo kishte parë. Një qendër trampolinash u shndërrua në skenë të fenomeneve poltergeist, kur kamerat e sigurisë dokumentuan objekte të paanimuara që vendosën të sfidonin ligjet e fizikës. Ajo që duhej të ishte një natë e qetë pastrimi, u shndërrua në një demonstrim të forcave të padukshme që veprojnë në botën tonë materiale. Së pari, një karrocë pastrimi filloi të lëvizte vetvetiu përmes ambienteve, sikur duar fantazmike ta shtynin me një qëllim të caktuar. Punojësit vëzhguan me neveri ndërsa objekti i rënd lëvizte me rrjedhshmëri, duke ndjekur një trajektore që dukej e planifikuar me inteligjencë, duke shmangur pengesat që asnjë objekt i paanimuar nuk do të mund të perceptonte. Ky video nuk lidhet me fenomenet mbinatyrore, por kjo nuk e bën më pak shqetësues. Videoja u xhirua nga një vajzë pasi u zgjua një mëngjes dhe vuri re se dikush po e vëzhgonte me sy të ngulur përmes dritares së dhomës së saj. E trembur, ajo nxori shpejt telefonin për të regjistruar atë që po ndodhte. Pyetja që lind është: cilat ishin qëllimet e këtij burri? Si arriti të hynte? E trembur, ajo menjëherë telefonoi policinë, e cila pasi mbërriti, kontrolloi të gjithë shtëpinë, por nuk gjeti asgjë. Vajza tha se policia po kërkonte këtë burr në të gjithë qytetin, por askush nuk dinte kush ishte. Në fund, ai kurrë nuk u gjet. Vetëm ideja për qëllimet e këtij personi shkakton një ndjesi frike dhe pasigurie. Pamja e tij përmes dritares, e heshtur dhe e ngulur, mbetet e qartë në mendjen e vajzës. Çdo detaj, nga mënyra si qëndronte te mënyra si e shikonte, duket i rrezikshëm dhe i frikshëm. Videoja u shpërnda online, duke shkaktuar reagime të ndryshme, por ndjenja e pasigurisë dhe tronditjes mbeti e pranishme tek çdo shikues. Ideja që dikush mund të vëzhgojë pa u kuptuar është mjaft shqetësuese. Një burr që po xhironte një video për TikTok në terracën e shtëpisë, mbeti i habitur dhe i tmerruar kur pa një shfaqje të çuditshme. Një pokong u shfaq papritmas pas tij, duke kërcyer. Figura e tij transparente dhe pothuajse padukshme u zhduk në pak çaste. Një burr po ecte i vetëm atë natë rreth lagjes së tij në një shëtitje që dukej krejtësisht e zakonshme. Rrugët ishin të qeta dhe errësira mbulonte gjithçka, derisa pa e pritur përjetoi një ngjarje tronditse. Ndërsa vazhdonte të ecte, diçka e bëri të ndalonte dhe të shikonte përreth me kujdes.
Në një nga dritaret e një shtëpie aty pranë, ai vuri re një figurë misterioze që po e vështronte në një mënyrë tepër të çuditshme. Ajo figurë qëndronte aty duke buzëqeshur në heshtje, gjë që i shkaktoi një ndjenjë shqetësuese. Disa sekonda më vonë, për tmerrin e tij, figura nuk ishte më në dritare, por poshtë në rrugë dhe filloi të vraponte drejt tij. Në atë moment, burri u mbush me panik dhe ndjeu një frikë të thellë që i pushtoi gjithë trupin. Ndërsa dëgjoi britmat e fqinjes së saj gjatë natës, një grua vendosi të shkonte të kontrollonte, duke regjistruar me kamerën e saj. Kur u shikua videoja, u pa diçka shumë e pazakontë. Një shfaqje e bardhë, duke i sikur po qëndronte mbi çatinë e shtëpisë së fqinjes. Figura qëndronte pa lvizur dhe dukej se e vëzhgonte gjithçka që ndodhte poshtë. Pamja ishte e qartë dhe shqetësuese, duke lënë një ndjesi të fortë frike. Askush nuk dukej ta kishte vënë re, përveç gruas që po regjistronte, dhe çdo detaj i saj dukej jashtëzakonisht i çuditshëm. Diçka e çuditshme ndodhte në tavanin e shtëpisë së këtij burri që jeton vetëm, dhe ai vendosi ta hetojë duke e regjistruar fshehurazi. Në videon e regjistruar duket qartë një figurë misterioze me fytyrë të zezë dhe sy të bardhë që shfaqej nga tavani. Kur figura kuptoi se ishte zbuluar, u tërhoq menjëherë dhe u fsheh përsëri. Pamja e papritur e kësaj pranie të pazakontë krijoi një ndjesi frike dhe tensioni, duke e lënë burrin i tronditur dhe duke treguar qartë se nuk ishte një iluzion apo hije e zakonshme. Një burr me emrin Paul vendosi të aventurohej në pyllin pranë shtëpisë së tij, i armatosur vetëm me kamerën e tij. Ai kishte dëgjuar thashetheme për vëzhgime mbi natyrale në atë zonë dhe ishte i vendosur të kapte prova. Ajo që nuk e dinte ishte se ajo natë do të ndryshonte përgjithmonë perceptimin e tij. Për disa minuta ai xhironte vegetacionin e dendësuar, kur papritmas lenteja e tij kapën diçka që e paralizoi. Një figurë e errët u shfaq midis pemëve, duke u lëvizur në mënyrë të papranueshme. Nuk kishte formë të përcaktuar njerëzore, por dukej si errësira e materializuar. Paul sapo arriti të xhironte disa sekonda para se entiteti të zhdukej krejtësisht në ajër, sikur kurrë nuk kishte qenë atje. Përjetimi i tij i parë i afërt me diçka jashtë këtij realiteti e la të tronditur dhe i ngriti pyetje mbi kufitë e perceptimit njerëzor. Një grua po luante me djalin e saj ndërsa po regjistroheshin përmes kamerave. Ata dukeshin të lumtur dhe të relaksuar, duke qeshur dhe duke luajtur së bashku. Papritmas, një ngjarje e çuditshme ndodhi që i la të habitur plotësisht. Dyshemeja prej qeramike pas tyre u çmontua vetë, si të kishte një forcë të padukshme që e shtynte atë përpara. Të dy, të befasuar dhe të friksuar, vrapuan për ta parë më afër. Ata zbuluan një objekt të çuditshëm të mbështjellë me një copë të bardhë, i fshehur brenda qeramikës. Kjo zbulim i shtoi një ndjesi tmerri dhe kurioziteti të përzier të ata, duke u bërë gjithçka edhe më e mistershme. Pak më vonë, gjërat u përkeqësuan kur gruaja pësoi një posedim të papritur, duke ndryshuar sjelljen e saj në mënyrë të frikshme dhe të papritur. Djali i saj, i tmerruar nga ajo që po ndodhte, filloi të qante dhe të bërtiste, duke u kapur për të në një përpjekje për t'u ndjerë të sigurt. Situata u bërë kaotike dhe frikshme, duke bërë që ambienti i zakonshëm i lojës të transformohej në një skenë mbinatyrale. Objektet që dikur ishin të qeta rrotulloheshin dhe të gjithë ndjenin një energji të padukshme që dominonte hapësirën. Momenti i frikës dhe i papriturës ishte i pazakontë dhe i fuqishëm, duke lënë një përshtypje të thellë tek të gjithë ata që pan ose dëgjuan për ngjarjen, duke e shndruar një aktivitet të zakonshëm familjar në një përvojë mbreslënëse dhe të frikshme që do të mbahet mend për një kohë të gjatë.
Gloria përjetoi një nga përballjet më të frikshme të jetës së saj kur një entitet i padukshëm që ajo beson se ishte një shpirt, hodhi një thik të madhe kuzhine nëpër dhomën e saj. Për fat të mirë, thika nuk e goditi dhe ajo mbijetoi për ta treguar historinë, por trauma e asaj nate mbeti e gdhendur thellë në kujtesën e saj. Megjithatë, përjetimet paranormale të Silvias shkojnë shumë më tej në kohë dhe duket se janë bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Në korrik të vitit 2020, ajo ngarkoi një video ku shihet sërish në kuzhinën e saj, një vend që duket se është qendra e këtyre ngjarjeve të pashpjegueshme. Në pamje, objektet duken se lëvizin pa asnjë arsye logjike, duke krijuar një atmosferë tensioni të vazhdueshëm. Edhe pse Silvia bën një përpjekje të madhe për të ruajtur qetësinë ndërsa gjithçka po ndodh rreth saj, zëri i saj e tradhton. Ajo tingëllon dukshëm e friksuar dhe e parehatshme gjatë incidenteve. Një komentues shprehu shqetësim të thellë për sigurinë e saj dhe Silvia u përgjigj duke e siguruar se deri tani nuk ishte lënduar. Ajo gjithashtu deklaroi se kishte plane të zhvendosej në një shtëpi tjetër për të shpëtuar nga këto ngjarje të frikshme. Megjithatë, duke parë se ajo ka publikuar video të tjera paranormale edhe kohët e fundit, është e qartë se zhvendosja ende nuk ka ndodhur. Shpresa e vetme është që ajo të arrijë të largohet sa më shpejt, përpara se këto përjetime të përshkallëzohen dhe të kthehen në diçka edhe më të rrezikshme. Një kamerë sigurie e instaluar në shtëpinë e një familjeje regjistroi diçka që asnjë manual teknologjie nuk mund ta shpjegonte gjatë orëve të mbrëmjes. Ndërsa një baba po pushonte qetësisht në balkonin e shtëpisë së tij, duke vëzhguar lëvizjen e zakonshme të lagjes, papritmas ai vuri re diçka të pazakontë. Një palë këmbë njerëzore po ecte mbi trotuar me një normalitet të jashtëzakonshëm, por pjesa tjetër e trupit mungonte krejtësisht. Këto këmbë fantazëm lëviznin me ritmin natyror të një personi të zakonshëm, duke ngritur pluhur në çdo hap dhe duke krijuar hijet e tyre mbi asfalt, por nga gjunjët lart nuk kishte asgjë të dukshme. Çfarë mund të jetë ky fenomen që lëviz kaq natyralisht, duke munguar pjesa më e madhe e trupit? Baba mbeti i tronditur, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po shihte. Ai u ndje i kapur mes realitetit dhe një ëndre të frikshme, duke u përpjekur të mbante qetësinë, ndërsa sytë e tij ishin të fokusuar tek figura që vazhdonte lëvizjen e saj pa pengesa. Një ndjenjë frike dhe kurioziteti e mbuloi tërësisht. Përshkrimi i këtij fenomeni duket i pamundur, por kamera nuk gënjen dhe gjithçka që shihet në metrazh duket e dokumentuar në mënyrë të qartë. Çdo hap i këmbëve duke i zakonshëm, por mungesa e pjesës së sipërme të trupit shtonte një ndjenjë thellësisht të çuditshme dhe të frikshme për vëzhguesin. Dhjetë vjet të frymë është një kanal pak i njohur në YouTube që ka publikuar vetëm 4 video gjatë 11 muajve të fundit, por fakti që është i panjohur nuk do të thotë se përmbajtja e tij nuk është shqetësuese. Përkundrazi, në një nga videot më të frikshme, pronarët e kanalit vendosin të eksplorojnë një tunel treni të braktisur, i njohur për reputacionin e tij si i mallkuar. Vite më parë, një burr i quajtur Spencer humbi jetën atje kur treni ku po punonte lëvizte shumë ngadalë dhe kabina u mbush me monoksid karboni, duke i shkaktuar vdekjen. Gjatë pjesës finale të hetimit, ekipi ecën ngadalë përgjatë tunelit, i cili është aq i heshtur sa mund të dëgjojë rënjen e një gjilpëre.
Burri që po filmon i drejtohet çdo shpirti të mundshëm në zonë dhe e pyet nëse ka diçka për të thënë. Pikërisht atëherë ndodh diçka e pazakontë. Edhe pse ne nuk mund ta dëgjojmë qartë zërin, krijuesi i videos pohon se dëgjoj një zë që tha: "Kam qenë këtu për një përjetësi." Ky video u publikua në TikTok nga një përdorues i njohur si Sap About to Snap, i cili duket se është jashtëzakonisht i friksuar ndërsa ndodhet në vendin e tij të punës. Video fillon me të duke parë rreth e rrotull me një shprehje të shqetësuar në fytyrë, qartë i friksuar nga diçka që sapo ka përjetuar gjatë punës. Pas tij mund të shihet qartë një derë që hapet dhe mbyllet vetë. Më pas ai hyn në atë dhomë, por nuk shihet askush pranë derës. Një video e dytë, e njarkuar pak më vonë, tregon përdoruesin duke regjistruar diçka në një monitor sigurie që e tremb jashtëzakonisht. Mund të shihet një shfaqje e çuditshme fantazmash në kamerë, por kur personi shkon të hetojë, nuk mund të gjejë asgjë në dhomë. Ndoshta figura në monitorin e sigurisë mund të jetë një artefakt vizual, diçka si shkëlqimi i dritës, probleme kompresimi ose turbullim nga lëvizja për shkak të kamerës që lufton në kushte të dobta drite. Sistemet e sigurisë në vendin e punës zakonisht janë me cilësi të ulët dhe janë të ndjeshme ndaj deformimeve me formë njerëzore. Megjithatë, ajo që e bën këtë shqetësuese është konteksti. Të gjithë punonjësit janë të llogaritur, askush nuk është fizikisht i pranishëm në dhomë dhe megjithatë diçka shfaqet qartë në monitor. Shfaqjet e kapura nga kamerat e sigurisë janë një nga manifestimet më të zakonshme të raportuara në shtëpitë e punës të banuara ose të mallkuara. Qoftë një anomali teknike apo diçka me të vërtetë pa shpjedueshme, fakti që shfaqet vetëm në kamerë dhe askund tjetër është ajo që e bën të qëndrojë. Shpresoj që të zgjidhni këtë situatë shpejt në mënyrë që ne të mund të ndihemi përsëri të sigurt në vendin e punës, duke e bërë ambientin më të qetë dhe duke na lejuar të përqendrohemi në detyrat tona pa frikë të vazhdueshme. Video gjithashtu nxjerr në parë rëndësinë e sistemeve të mirëmbajtjes së kamerave dhe monitorimit të rregullt për të dalluar anomalitë teknike nga ato të pashpjegueshme. Qetësia e një pasditeje të zakonshme u shndrua në Makth kur një burr vuri re një lëvizje të dyshimt në dritaren e shtëpisë së tij. Ajo që nisi si një kureshtje e pafajshme u kthye në një përvojë që do ta ndiqte për vite me radhë. Pas perdeve gjysmë transparente, silueta e një ndërhyrësi dukej me qartësi shqetësuese, por kur ai u afrua për të hetuar, realiteti e goditi ftohtë. Në balkon nuk kishte absolutisht askënd. Dy burra po udhëtonin me motor në një rrugë rurale që gjarpëronte mes plantacioneve të izoluara, kur papritur, mjeti filloi të shfaqte probleme mekanike që i detyruan të ndalonin në mes të natës. Vendi ishte plotësisht i shkret, vetëm fusha në të dyja anët e rrugës, pa shtëpi përreth dhe pa asnjë mjet që të kalonte për t'u ofruar ndihmë në rast rreziku. Heshtja ishte e rëndë dhe errësira dukej sikur i vëzhgonte. Teksa njëri prej tyre u përkur për të kontrolluar motorin, nga bimësia që kufizonte rrugën, doli ngadalë dhe pa zhurmë një figurë femërore me pamje spektrale, sikur të ishte pjesë e vetë natës. Ajo u afrua rrezikshëm pranë burrit, pa u dëgjuar asnjë hap. Flokët e saj të gjatë dhe të valëzuar lëviznin në mënyrë të panatyrshme, si të ishin të gjallë, dhe trupi i saj rrëshqiste përpara me një fluiditet që sfidonte ligjet e fizikës. Prania e saj ishte e ftohtë dhe shtypse, duke mbjellë një ndjenjë terrori të pastër. Në atë moment, burrat kuptuan se nuk ishin vetëm. Abonohu nëse nuk të trembi, dëshmo se je nga të fortët. Y se movía con una fluidez que desafiaba las leyes de la física. Quizás sea un truco, pero me quedo con la piel de gallina cada vez que paso por carreteras solitarias de noche.